ka ndodhur një zhvendosje prej aspektit politik të betejave politike ku duhet me qëndru partit politike, ka ndalë të kjo teknike procedural që nuk ka kauz atë. Nuk ki kauz. Ti mund është me e përdore edhe pak, për nuk ka kauz. Mendoj që partit të cilat ishtë dash me u bo bashk në si pas pikpamjes të PSD-s, që mës me elon një forcë problematike me tendenca autoritare, që e shë shtetin, si zgjatim të vetën, me marë për shtetin apet, nuk ishtë dasht me lion me ble kohën që është të e ble. Nëse po e shë shtetin si zgjatim të vetën? Me krejt që është sil deri me tani, me krejt se historia vetë vendosjes nuk fillon me këto muajt e fundit. Bazoni 4 vjetë qeverisje, thone. Pikërisht në 4 vjetet e qeverisjes, edhe nëse opozita thot që vetë vendosja po dënë me ble kohë, po pikërisht jeni ju që jeni tuja mundësu me ble atë kohë. Pra, beteja politike ishtë dasht me ndodhë me një rafsh tjetër, me një regjistër tjetër. Letët te i kalohet këj momenti procedural, tekniko-juridik, edhe letë kalojmë të konstituimi i kuvendit. Sepse mendoj që aty, në vend se vetë vendosje me ble kohë, ishtë dasht kjo kohë mi shërbi opozitës mu konsolidu, me kriju betejt përbasht, kauz përbasht edhe front përbasht. Kjo është konë momenti ardë. Kjo është ende, opozitë ndëruar, ishë opozit, momenti ardë me u bo bashk edhe mos me e lion një pushtet që ka rezik me ardë, pikërisht sepse po i lejon me fitu në kohë. Pra, fitim në kohë është të përfitu prej kësaj veç subjekti vetë vendosje. Edhe kjo kishmujt me u këthy ndryshe nëse opozita ishtë konë ma e fuqishme. Mundësin e parë du ta ketë partia që ka fitu mësë shumë mundësime pa tjetër do ta konsumoj. Përsëri po kthehemi te këto çështje, le ta konsumoj, konsumimin e asaj nuk po e pengon askush, mjeti demokratik masnej, nëse ti si opozit, ti si subjekt politik... që ja që në këtë mundësin e parë që ka subjekti me mësë shumë t'i vota, do t'i arri vota, do t'a bëj një qeveri. Mas shumë t'i vota, i ka, veç edhe opozita ka pashtu, po edhe opozita pashtu ka shumë vota, edhe elektorati opozitar ka votu që me u qeveris nga disa forsa që s'kanë qenë pushtet. Ti mund është me thonë, po jo, po ato kanë votu për subjektet ndryshme. Mirë, po si pas kësaj logjike, pra asë njëherë koalicionit pas zgjedhores këshin pas kuptim, apo jo, se elektorati voton për subjektet ndryshme, apo? E kemi diskutuar mbrëm, këtë do t'i kthemi kësaj. Si e sheni ju këtë situatë krijuar? Po ndërlidhem me Teutën në 2 takimet, dhe të thotë, a i të martës dhe kësë sot dëshmojnë shumë shkan nga ajo që thotë Teuta. Pse e them? Takimin e parë e dështoi opozita. Edhe ishte gabimi tyre, ishte autogol politik. Sepse janë çështje teknike, procedurale. Nuk prekin aspekte as politike, as juridike. Kërkesa për dorëheqje është e drejtë. Është e drejtë, por kjo qeveri nuk është në detyrë nga 23 marsi. Nuk është se po e këput mes mandatin. Dhe dyta, praktikisht i ofroi rastin, bëri zhagitje kundërproduktive nga aspekti i pozicionit opozitar. Sot mendoj se vetëvendosja nuk deshi miratimin e kalimit të verifikimit të mandateve, sepse sot në kuvend ishin vetëm 100 deputet, duhej do të thotë vetëm 51 deputet të votonin dhe kalonte. Brenda ishin 48 deputet të vetëvendosjes, supozoj se ishin, ishte zoti Rashić, zonja Emilia Rexhepi dhe ishte Elbert Krasniqi. Këto bëjnë 51 vota minimum, do të thotë, nuk po hy tjerët, a i kanë apo si kanë, por këto supozoj, është supozimi imi që këto vota vetëvendosja minimum i disponon. Përse nuk e miratoi raportin e Komisionit Verifikues të Mandateve, nuk e kam të qartë, por më duhet të them një gjë tjetër. Kjo është vetëm faza e parë. Kjo është faza e parë dhe besoj që procesi rreth verifikimit të mandateve megjithatë do të kalojë. Do ta kuptoj edhe
opozita, po edhe vetëvendosja që është thjesht çështje teknike, procedurale, nuk ka. Ne besojmë që ata e dinë që është, po pajtojnë gjithë që po përdoret politikisht. Unë mendoj se ne do të ballafaqohemi me një blokad tjetër, me njëherë pasi të kaloj ky verifikim. Blokada ka të bëjë me propozimin për kryetarin e parlamentit. Me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, drejta ekskluzive i takon vetëm vetëvendosjes për të propozuar kryetarin e parlamentit. Në këtë rast, partisë së parë, kush do të qofte? Por kjo, unë mendoj se ai ka qenë vendimi gabuar dhe koha do ta tregoj në çfarë konstelacione dhe në çfarë raporti është marrë ai vendim. Unë nuk e di dhe nuk do të hyj asaj çështje sepse është çështje shumë e thellë, por nëse vetëvendosja ta zëm, teoretikisht nuk i ka 61 vota për propozimin për kryetarin e parlamentit, Kosova do të bllokohet, sepse me atë vendim nuk mund t'i kalohet partisë tjetër e drejta për propozimin për kryetar. Do të thotë në atë situatë, ose vetëvendosja duhet të sigurojë ndonjë deputet nga opozita, ose t'i bëj gjithsesi ose nëse nuk arrin t'i bëj 61 deputet, Kosova do t'jetë e bllokuar sepse nuk ka afat. Zotja Gjiona tha që i kanë ato vota. Kjo është, tani kjo është, unë po flas për... Vetëm se nuk po jep këtë mundësi opozita. Nuk e mohoj që i kanë. Nuk e mohoj, mund t'i kenë, por është troj atëherë pyetjen nëse i kanë, pse të martën nuk e votuan, sepse nuk vareshin nga opozita. Të martën nuk vareshin, mund ta votonin. Edhe sot besoj, por unë nuk hyj asaj, nëse i kanë apo nuk i kanë, nuk e di. Unë nuk e di atë. Por fakti pa testu realisht votimin nuk mund ta thasësh. Këto dy takime megjithatë tregojnë që ka mungesë vullneti politik, ka mungesë vullneti politik të dy palëve për të komunikuar, për të gjetë minimumin e asaj që është e përbashkët, dhe unë nuk e përjashtoj mundësinë që ka përpjekje për ta zhagatur çështjen, për të blerë kohë, për çfarë mund të jenë shumë skenar në pyetje, unë nuk mund tani, mund vetëm të shpjekuloj. Themi tani te kërkesat që fillimisht i pati ajo që po quajmë opozicie. Tash nuk mund ta quajmë ende ndoshta opozitë, po gjithë partit tjera përveç vetëvendosjes. Kërkesa ishte e dorëheqjes. Nëse është e mundur ligjin, ju lutem se kemi diskutuar edhe mbrëm, edhe përmbrëm, çështjen kontradiktat brenda ligjit, apo edhe atë çfarë thot ligji në raport me kushtetutën. Me sa kemi parë, pra në dy nene janë dy gjëra të ndryshme. Në njërin thotë që me tu certifikuar një ditë para certifikimit, do të jepet dorëheqja.